Shoqata e diplomatëve të Shqipërisë shpeshherë ka pasur dhe rezerva lidhur me ligjin e diplomatëve, i cili pak ditë më parë kaloi dhe në parlament. A ka diçka në këtë ligj që s'duhet të ishte për ju si diplomat karriere? Unë jam pjesë e Këshillit të Ambasadorëve Shqiptar, të asaj shoqate që ju përmendët. Është një organizatë jo fitimprurse, por që ka një përvojë shumë të çmuar në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe veçanërisht në diplomaci. Ndaj dhe ne jemi angazhuar që ligji që sapo kaloi aktualisht për shërbimin e jashtëm të ishte një ligj që do t'i shërbente karrierës diplomatike, por fatkeqësisht ky ligj nuk i përmbush këto standarde dhe ndaj dhe Këshilli i Ambasadorëve Shqiptar ka reaguar me fuqi në këtë drejtim dhe duke qenë se ky ligj kaloi stadin e parlamentit aktualisht dhe është në presidencë për të dekretuar, ne përsëri i kemi bërë thirrje edhe Presidentit të Republikës të mos e dekretoj, jo se diplomacia shqiptare nuk ka nevojë për ligj. Diplomacia shqiptare ka nevojë urgjente për një ligj, por që mbron diplomacinë e karrierës, pavarësisht se shtuhen në deklarata publike nga politika. Edhe diplomacia e karrierës është goditur në vitin 2015 me ligjin ekzistues aktualisht, por ky ligj i ri që u kalua në parlament i jep një goditje përfundimtare, shkatruese diplomacisë karrierës në mënyrë që ajo të zëvendësohet nga diplomacia e rrugës. Dihet që diplomacia është profesion, është një art që kërkon dhe ai maturimin e vet, pra kërkon, si thush, shkollimin e vet, kalimin nëpër fazat e përsosjes së vet të profesionalizmit dhe ndaj ai nuk duhet zhbër, por përkundërzi duhet ndihmuar që diplomacia e karrierës të ai gjej veten e saj në zhvillimet të politikës jashtme të vendit. Nëse ky ligj do të dekretohet, Këshilli i Ambasadorëve Shqiptar do ta ankimojë këtë në gjykatë kushtetuese në mënyrë që diplomacia shqiptare në përgjithësi dhe politika e jashtme në veçanti të mos dëmtohen nga njerëz që nuk e njohin diplomacinë shqiptare. Sipas mendimit tuaj, si po performon Elisa Spiropali në diplomaci duke qenë se është dhe numri 1 i diplomacisë shqiptare? Natyrisht unë nuk kam ndonjë komunikim të afërt me ministren për Evropën dhe punët e jashtme. Nga karriera e saj politike, di që është person aktiv, di që është person që ka kontribute në fushën e politikës jashtme, por me ligjin e propozuar së fundi që kaloi në parlament, natyrisht mendoj që nuk është udhëzuar drejt qoftë nga ndihmësit e saj, por qoftë edhe nga vetë klasa politike në pushtet, duke dëmtuar diplomacinë e karrierës. Diplomacia e karrierës është një aset për shtetin shqiptar, që duhet mbrojtur në të gjitha mënyrat, madje duhet promovuar, sepse me zhbërjen e saj dëmtohet politika e jashtme në radhë të parë. Me gjithë ndodhjet e fundit që ka ndodhur në Shqipëri, si mendon se është gjendja aktuale? Po, natyrisht unë ndjek nga afër zhvillimet politike dhe ato zhvillime që kanë të bëjnë me fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare. Kështu që në këtë drejtim natyrisht unë kam vlerësime për politikën e jashtme të Shqipërisë dhe veçanërisht edhe me hapat që ka marrë dhe qeveria në këtë drejtim me organizimin e samiteve të ndryshme, qoftë të karakterit rajonal, por qoftë edhe të karakterit kontinental e global. Nga ana tjetër, shikoj që ka një interesim për të qenë sa më aktiv në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare, në fushën e diplomacisë, por mendoj që kjo bëhet me njerëz të aftë. Duke qenë se njerëzit e aftë mund të largohen për shkak të ligjit që sapo përmendëm, atëherë do të bjerë dhe cilësia e diplomacisë shqiptare. Dhe në këtë rast unë duhet të përmend edhe profesionalizmin e diplomacisë shqiptare në gjithë këto vite, duke përmendur disa nga arritjet e kësaj diplomacie që pikërisht janë
puna e këtyre diplomatëve të karrierës, që e përmendëm pak më lart, siç është heqja e vizave për qytetarët shqiptar, anëtarësimi i Shqipërisë në NATO, kryesimi i Shqipërisë në Këshillin e Evropës, në Organizatën për Sigurinë dhe Bashkëpunimin Evropian të OSBE-s, në vendin që mori në Këshillin e Sigurimit të OKB-s me drejtimin e një sër nismave rajonale për të ardhur edhe këto forumet globale, të cilat natyrisht kam pas angazhimin e patjetërsueshëm të diplomacisë karrierës. Dihet që politika në vetvete cakton objektiva, por ama është administrata ajo që i materializon ato. Dhe pa një administratë profesionale dhe të karrierës që di si të veprojë në kushte dhe rrethana të veçanta për të realizuar këto objektiva, natyrisht ato mund të cënohen edhe mund të cedojnë. Mesditën e kësaj të hëne është duke u zhvilluar seanca dëgjimore me kandidatët për krerët e misioneve diplomatike. Gjatë kësaj mbledhjet komisionit për Europën dhe punë të jashtme, antari i opozitës në këtë komision, Tritan Shehu, shprehu rezervat lidhur me kandidaturën e Jeta Krekës për ambasadore në Katar, ndërsa mbështeti emërimin e Bardyl Kolçakut në NATO. Çfarë mendimi keni për këto emra të rinj që po duan të përfaqësojnë diplomacinë shqiptare, shpesh edhe pa qenë ende të përgatitur për një hap kaq të madh sa ky? Natyrisht për kandidaturën e parë, për atë vajzën e re, unë nuk kam në një mendim, sepse nuk e njoh, edhe nuk di çfarë backgroundi ka dhe sa do të jetë aftë të kontribuoj, por marrja e postit të ambasadorit është një detyrë shumë e lartë e përfaqësimit të shtetit tonë. Dhe ajo kërkon një përgatitje të gjithanshme të karakterit profesional, të karakterit institucional, por edhe të integritetit të figurës personit që e merr këtë detyrë. Natyrisht për të marrë këtë detyrë, personi, individi duhet të jetë i provuar. Të dy udhëheqësit e lartë, si të shtetit shqiptar ashtu dhe të Kosovës, i kanë intensifikuar angazhimet e tyre në lidhje me marrjen e një vendimi të drejtë nga gjykata speciale për Kosovën, lidhur me autoritetet e larta, ish luftëtarët politik të ushtrisë lirimtare të Kosovës, mbasi vendimet e prokurorisë natyrisht ishin skandaloze. Kështu që kryeministri Rama bëri mirë që e shtroi këtë çështje edhe në takimin e parë themelues të Bordit të Paqes në Washington, në prani të presidentit Trump, por edhe të personaliteteve të tjerë të larta nga vendet të ndryshme të botës, për t'i dhënë një nxitje dhe spundo politike, një vendimarrje të drejtë nga gjykata speciale e Kosovës. Urojmë që kjo të ndodhë, sepse me akuzën e ngritur nga akti i akuzës që është prokuroria, nuk ka se si të barazohet agresori me viktimën. Dhe të katër personalitetet e lartë politik të ushtrisë lirimtare të Kosovës në gjyqin e Hagës kanë qenë personalitete politik dhe kanë qenë përfaqësues të popullit të Kosovës. Çka do thotë që ata pasqyronin vullnetin dhe dëshirën e popullit të Kosovës për liri dhe kundër politikave genocidiste të regjimit të Miloševićit. Rama në bordin e paqes me Trumpin u shpreh se nëse do të jetë nevoja do ndihmoj me trupa në Gaza. A mendoni ju se është e realizueshme kjo dhe sa e rrezikshme është? Mendoj që është e realizueshme. Shqipëria ka vite të tëra tashmë, mos them edhe dekada, që kontribon me trupa paqëruese në rajone të nxehta të globit, duke filluar që nga Bosnia e Hercegovina, mbas shpërbërjes së ish Jugosllavisë, edhe deri në vendet të ndryshme qoftë edhe të Afrikës, kështu që kontributi që Shqipëria mund të japë në këtë drejtim me trupa, natyrisht është i realizueshëm, por në një farë mënyrë duhet parë edhe fatura, sepse edhe aktivizimi me trupa i një vendi në një zonë të tillë të nxehtë, siç është rripje i Gazës, natyrisht edhe kjo ka një faturë. Ndërsa për sa i përket anës operacionale të trupave tona ushtarake, mendoj se ato i kanë të gjitha kapacitetet e duhura për të vepruar edhe në këtë
pjesë të nxehtë të globit, që natyrisht do të jenë në bashkëpunim me forcat e tjera ushtarake nga vendet e ndryshme. Por është me shumë rëndësi që të theksohet që për herë të parë FSK-ja, Forcat e Sigurisë të Kosovës, angazhohen në një operacion të tillë të paqërrujtës. Kjo është shumë domethënëse, sepse në një farë mënyrë e vlerësohet angazhimi dhe kontributi dhe përgatitja e tyre për të dhënë kontributin e tyre në një zonë ku është vendosur një paqe e brish, por që kërkon më shumë angazhime për të forcuar, si dhe për njohjen ndërkombëtare të Kosovës. Pra ky kontribut i Kosovës është mjaft i vlerësuar si nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por dhe veçanërisht nga komuniteti ndërkombëtar në përgjithësi. A mendoni se është duke ndryshuar marrëdhënia Kosovë-Serbi për shkak se Trumpi tha haptas Osmanit që më telefonon nëse do të kesh një problem me Serbinë? Ky është një vlerësim i madh që presidenti amerikan bën në raport me presidenten e Kosovës, por natyrisht përfaqësuese të shtetit të Kosovës, sepse në një farë mënyrë e faktorizon gjithmonë e më shumë elementin kosovar në bisedimet me Serbinë, dhe i vë ato madje edhe në kushte pariteti, për mos thënë edhe një çik më lart, sepse siç e vëmë re, Serbia natyrisht nuk merr pjesë në forumet e tilla, siç ishte Bordi i Paqes, për shkak të politikave të saj, por nga ana tjetër dim edhe faktin që presidenti Vučić vajti në Shtetet e Bashkuara vitin e kaluar, por nuk arriti të marrë kontakte as me Shtëpinë e Bardhë, për mos thënë me presidentin Trump. Kështu që faktorizimi i elementit të Kosovës dhe veçanërisht presidentes së Kosovës është me shumë rëndësi, ndaj dhe Kosova ka bërë zgjedhjen e duhur për të bërë pjesë e Bordit të Paqes dhe për të kontribuar me forca paqërruese në rripin e Gazës. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti do takojë këtë të hënë kryetarin e LDK-s, pra Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhikun, në përpjekje për të siguruar konsensusin e nevojshëm për zgjedhjen e presidentit të ri të vendit, ndërsa jemi vetëm 10 ditë larg kohë për propozimin e emrave. A mendoni se do të arrihet diçka e vlefshme në këtë drejtim? Përpjekjet duhen bërë dhe gjykoj që ky është një hap i mirë i marrë nga lëvizja vetëvendosja, pra partia që drejton tashmë në një mandat tjetër Kosovën, dhe për mendimin tim për të krijuar edhe një balancë në institucionet demokratike të Kosovës, mirë është që kandidaturën për presidentin e ardhshëm të Kosovës t'i lihet opozitës në Kosovë, në mënyrë që presidenti dhe qeverisja e Kosovës të mos jenë pjesë e një force politike, por të jenë pjesë e një skakjere gjithëpërfshirëse politike në Kosovë, në mënyrë që edhe vendimarrjet të jenë më të qëndrueshme dhe të krijohet ajo balanca e kërkuar midis pushteteve. Kështu që unë do ta vlerësoja madje edhe një zgjerim bisedimesh dhe me forca tjera politike në Kosovë, natyrisht me ato forca që kanë përfaqësim më të gjerë dhe kanë ndikim në popull, në mënyrë që edhe presidenti i Kosovës të jetë një figurë e mirë zgjedhur dhe kontribues për proceset zhvillimore në Kosovë.